tek të Besiana. Mund na thoni pak më shumë se çka ju shtyri juve të mbuloheni dhe a ka paragjykime në shoqërinë tuaj rreth juve dhe a ndjeni e diskriminuar nëse i dëgjoni këto fjalë? Paqja e Zotit qoftë mbi ju. Mendoj se një nga paradokset e kësaj kohe është se ka shumë informacion e pak dije. Dhe kjo sikur u lë hapësirë paragjykimeve që qarkullojnë, ashtu sikur se edhe po ndodh në lidhje me vajza që bartin shami, po në përgjithësi me ata të cilët mundohen ta jetojnë fenë e tyre dhe në mënyrë praktike jo vetëm teorike. Faktikisht nuk mjafton ti përkatësh një feje. Nga programi saj do përfitosh vetëm atëherë kur e konkretizon, e jetëson atë në jetën e përditshme. Madje edhe psikologët dëshmojnë që mendja fuqishme që ndjek qëllime praktike është mendja më e mirë në botë. Edhe është gjë e ditur që kur paragjykon të tjerët nuk lë hapësirë që ti njohësh. Kështu që sikur njerëzit lexonin më shumë se sa të flisnin, nuk do më etiketonin mua si e prapambetur, e izoluar, e arabizuar, e ku diun se çfarë. Unë jam thjesht si vajza tjera. Lexoj, e meditoj, qesh argëtohem, shëtis udhtoj, kam ambicie ëndra. Por përveç se e ushqej trurin me dituri e trupin me buk, e ushqej dhe shpirtin me besim, nga se mendoj që jeta ka më shumë kuptim se sa të hash, të flesh, të shumosh, të vdesësh. Zoti i cili më ka kriju dhe ka në dorë shpirtin tim, vetëm ai ka drejt që të mësoj se si të jetoj, si të cilëm, si të flas, si të punoj, po dhe si të vishem. Dhe ai qartë në Kuranin famlar ka treguar se si duhet vishet femra besimtare. Kështu që mbulesa nuk është asgjë tjetër pos një obligim fetar. Dhe nuk është izolim, shtypje, por është nder dhe liri, se për Zotin unë nuk e praktikoj fenë që të ma vështirësoj jetën, por të ma lehtësoj. Nuk dua të poshtrohem, por të ngritem. Prandaj, edhe para se të vëm mbulesën kam menduar shumë gjatë mbi këtë çështje. Më ka ngacmuar fakti pse është e përmendur në gjithë librat qellor. Dhe kam shtruar pyetje vetes, a thua pse Zoti zgjedhi pikërisht këtë formë të veshjes për femrën? Dhe kam u lumtuar gjatë dhe kam kuptuar urtësitë që fshihen prapa këtij obligimi që shtrin aspektin fizik, psiqik, shpirtëror, individual dhe social. Dhe ja sot e mbaj këtë veshje modeste që më bën të ndihem komode kudo që jam. Edhe përparash mbaj xhamia, mirë po atëherë femrat kanë qenë të pashkolluara dhe në përgjithësi unë nuk besoj që feja është mbajtur si rrugë filozofike të kuptimit të jetës, por më shumë si traditë e trashëguar brez pas brezi, po edhe si një lloj mbrojtje identitetit kombëtar. Se kemi qenë trajtuar nga armiq me tendencë asimilimi, prandaj është normale që jemi duhet me përdor çdo lloj mjeti për të mbrojtur, edhe në përgjithësi sa në gjitha vendet ku rrezikohet identiteti, bëhet më i dukshëm shfaqja e tij. Por tani jemi të lirë, kështu që kemi të bëjmë një realitet krejtësisht të ri. Sot nuk praktikohet feja për me mbrojt identitetin kombëtar, se je shtet, nuk rrezikohesh nga askush. Po as për traditë, unë nuk e praktikoj islamin pse prindrit i kam musliman, sepse di që shumë thjesht do të mund të linja një familje katolike apo një familje ateiste, e tash ta pasoj unë atë program që më ofrohet. Jo, nuk lejoj që tradita apo rrethanat e jashtme ma përcaktojnë sistemin apo zgjedhjen time jetësore. Do të thonë, rrugtimi drejt vërtetës duhet jetë i pavarur, por e praktikoj islamin pse atë e kam zgjedhur si program hyjnor që të më rregulloj raportet e mia me veten time, me krijuesin tim dhe gjitha krijesat e tij duke më siguruar lumturi, qetësi dhe paqe përmand. Famës e tjerë, do të janë rrugë të ndryshme. Mirë po paqja vjen nga paqedhënësi. Në gjuhën arabe thuhet es-selamu, është emër i Zotit. Edhe unë e kam vënë mbulesën në shenjë adhurimi ndaj këtij Zoti, ndaj këtij paqedhënësi. Nuk ma ka imponuar askush, dhe as nuk ma ka zbukuruar askush. Zatën edhe gjëra që imponohen nuk zgjasin shumë, se sikur tisha e ndikuar prej dikuje, jo prej bindjes sime, do të dorëzohesha para gjitha këtyre sfidave që po më duhet ballafaqohem çdo ditë, se thjesht një herë dikur lodhet. Por jo, kam lexuar fjalën e Zotit, që është dritë dhe udhëzim, dhe për të njëjtin qëllim përcjell fal namazin, agjeroj Ramazanin, që nderoj edukatorët, mshiroj të vegjëlit, respektoj të vjetrit, me të njëjtin qëllim edhe e bart shamin. Dhe kjo nuk më pengon as pak. Verës mbrosh nga rrezet e dëmshme të diellit, dimrit nga të ftoftit. Pastaj ke lejuar ta heqësh shamin pikërisht para njerëzve që ti vetë ke nevojë të ekspozohesh. Në njerëz të afër që ata gëzohen, kanë dëshirë të përkthejnë flokët, luajnë me ty siç janë prindrit, vëllezërit, gjyshrit, daja, miqa, nëse je martuar, vjehrit, burri, femra dhe fëmijët në përgjithësi. Kështu që nuk besoj që duhet kemi ende pikpyetje në lidhje me këtë se je ta ka imponu dikosh ose diçka. Kjo nuk mundet mu arrit në atë mirë, se nuk zgjat.
Mendoj që shumë probleme kishin mu evitu nëse na si shqiptar evropian kishim e kuptu diversitetin si vlerë të Zotit në tokë. Vetë Zoti ka kriju sende të ndryshme. Para mendoj që kish me qenë bota nëse kish me pas veç një ngjyrë, ose nëse kish me pas veç një lloj kafshë, një lloj bime, një lloj pemë. Do të thonë shumë llojshmëria është ajo që jep jetës vlerë dhe bukuri. Kështu që Zoti ka kriju krejt sende të ndryshme dhe njerëzit. Ndryshëm jemi në pamje, ndryshëm mendimet, ndryshëm bindje. Dhe njeri duhet me di që në momentin që unë e kum respektu dikon me bindje ndryshme prej meje, unë e kum respektu një vlerë të Zotit në tokë, diversitetin. Prandaj Zoti nuk i ka kriju njerëz të ndryshëm që mu urrejt ose mu luftu me zvete, përkundrazi, mu ndihmu me bashkëpunu, se kur krijon disa mendime ndryshe dhe bashkohen, ato interferojnë, zbulojnë gjëra të reja. Kështu shteti shkon përpara. E ka shumë që thonë, femrat me mbulesë le të shkojnë në medrese, në fakultetet teologjie, femrat tjera në shkolla publike. Po ne, a jemi të interesuar me ndërtu ura ndërnjerëzore, amure? Do me thonë duhet me bashkëpunu sa ma shumë, se sa ma larë që jemi një tjetrit, aq ma shumë para gjykimin mendje, aq ma shumë urrejtje në zemër. Sa ma afër që jemi, aq ma shumë do të ketë dashuri, tolerancë edhe progres. Që kërkojnë ndjesë që nuk po kemi mundësi të japim fjalën gjithë, me po... Mirë Rama, unë dishta një mendim për koleget e mia, jam student në fakultetin e sociologjisë, edhe në shoqërinë time, shoqërohem me vajzat cilat janë me mbulesë. Unë të ato përveç se shë etjet madhe për dituri, shë moral, vetë besim, ambicje dhe vizion qartë. Gjithashtu ato japin kontributin e tëre si në aktivitetet individuale dhe ato të përbashta. Ajo që mas shumë të më mblen për shtypje, është se ato nuk bojnë dallime me një vajza tjera, por janë të gatshme gjithmonë për bashkëpunim. Ajo që mas shumë të më pengon, disa profesor tonë, pretendojnë se në shkolla edhe në universitete nuk duhet kemi mësime fetare, po ato vajza me mbulesë nuk po vinë me najnë ndru plan programet tona ose libra tonë, po mësojmë me njëjtë. Gjithashtu, pra unë jam me mendimit që është duke u bërë një gabim shumë i madh, që po diskriminohet femra me mbulesë si në shkollim ashtu edhe në punësim, se shoqëria jonë ka nevojë shumë për me jap kontributin e tyre për kuadrët cilat janë gatshëm mi kap sfidat. Ajo që duhet shikohet, mendoj se duhet shikohemi çka kemi në koka e jo mbi to. Gjithashtu në Evropë shohim shumë femra të cilat po konvertohen në fe të ndryshme dhe bartin mbulesën. Ato japin kontributin e tyre si mjeke, si politikane, si shkencëtare. Nuk po i pengon kurrë, po edhe nuk po cenohen nga shoqëria e tyre. Faleminderit. Gjo mendoj se këtu duhet më sqaru se ndarja e fesë prej shtetit, adin tash na po kuptojmë që feja është ndarë nga shteti. Po kjo nuk do të thotë që besimi duhet ndahet nga jeta, s'është diçka e parritshme dhe pa kuptim. Tash kushtetuta apo proklamon drejtën e shfaqjes besimit të shfaqjes publik. Po në anën tjetër thotë ti je i lirë, ama do bësh si them unë. Kjo nuk i vjen liri. Ko është shkruar vetëm minutën më shkurtimisht po filloj prej Besianës. Unë s'par jap mesazh opinioni gjërë që të lexojnë më shumë për me njohë sendet më shumë. Se ose i pyes ata të cilët për shembull flasin shumë ose për islamin në përgjithësi, sa për atë dije që e kanë marrë, ka e kanë marrë. Disi jemi të prirur të marrim dije çdo kund përpos të burimet e sakta. E merr ndoshta e lexon një artikull në gazetë, shiqon diçka në televizion, edhe thu që që nga islami. E nuk duhet për marrë ashtu se na sot po shohim që në emër të fesë po bëhen gjana shumë të këqija. Mirë po çka një dietar i madh i islamit, Hasan el-Basriu, Allah e paqmëshiru, ka thonë prej dy njerëzve duhet kesh frikë. Prej atij që është i ditur e i pafe, edhe prej atij që është fetar po ignorant. Prandaj duhet njerëzit të bashkojnë fenë dhe besimin besimin dhe shkencën bashk, se dhe Zoti e ka bashku pikërisht me fjalën e parë që ja u ka dedikuar njerëzve, ka thonë lexo me emrin e Zotit tënd, pra këto shkojnë bashk. Edhe Einsteini ka thonë feja pa shkencë është e verbër, shkenca pa fe e qartë.